Rruga Haxhizeka, Hyria Hana dhe Emine Gjakova, apo të njohura ndryshe në komunën e Gjakovës si Rruga Nutella, janë duke ushtruar me kubza dhe qytetarët e lagjes janë gëzuar shumë realizimit të këtij projekti. Po tash ju besoni që shokon gjendja, tash u bë diçka fenomenale, është super diçka. Shumë jemi të kënaqur. Faleminderit për komunës. Kjo është diçka që se kemi menduar që bëhet kështu, po që herë dita dhe kësaj rrugë më bë. Prej që është kriju kjo lagje, 300-400 vjetë sa ka kur së është investuar as t'i gjanta. Katastrofë, as me kali s'ki mujt me dalë. Këtë fjale kom përdor shumë herë, por si do qoftë, ma mirë vonë se hiq, kjo është mirë. Ndërsa drejtoresha e Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik, Silvana Domi, u shpreh se komuna e Gjakovës gjatë vitit 2014 ka realizuar njësër projektesh infrastrukturore. Me përmbylljen e këtyre 3 rrugëve, atër krejt segmenti përfundon, edhe kjo rruga e lagjes Sefa, do më thonë këto 3 rrugë janë rrugë të lagjes Sefa, ndërlidhen me qytetin, por edhe me daljen kam pjesa e konvikteve dhe tranziti. Posa u përfundu rruga Izet Hima, është rrugë e shtrurja me kocka rrugës, është rrugë e cila e kap pjesën apo segmentin e rrugës prej qendrës inovative deri te rrethi Agron Rama. Kostoja e 2 rrugëve, do më thonë Hyria Hana dhe Haxhizeka, o diku 80.000 euro, të cilat janë të përfundu, pastaj ngelet edhe Emine Gjakova që o dikun 30.000 dhe janë investimi i komunës. Shumica projekteve janë të bartura nga planifikimet e qeverisës së kaluar. Shumica e projekteve të cilat janë në portofolion e Drejtorisë Zhvillimit Ekonomik janë projekte të cilat janë të trashëguara nga qeveria e kaluar, sepse vetë fakti i buxhetit vitit 2014 bëhet ose përpilot në vitin 2013. Edhe buxhetimi i përcakton vijat ose projektet të cilat duhet të bëhen gjatë vitit 2014. Mirë po, ka pas edhe projekte të reja të cilat është dashur të bëhen, sepse kanë qenë me prioritet edhe kanë me iniciative në Drejtorisë Zhvillimit Ekonomik janë bërë. Lista projekteve të realizuara dhe në realizim gjatë vitit 2014 gjithsejt janë rruga Izet Hima, lidhja Prizrenit, Abdurrahim Buza dhe Tom Gjoka, rruga në Qashin e Madhe, Visar Juniku, Sadik Stavileci, rruga minoriteteve në fshatin Rugov, urat në fshatin Stubël dhe në fshatin Firz, rruga Muhader Pnish Ramamat, rruga në lagjen Ali Ibra, lagja Pepaj, rruga Mulliq Potok, rruga në fshatin Lipovec, rruga Tirana dhe Skënderbeu, rruga në fshatin Dobrosh, Bardhaniq Dashinoc, Hyria Hana, Haxhizeka dhe rruga Emine Gjakova.